Amitje le studio. Po. Që do thot miqësi apo jo? Miqësi. Frymzuar nga dy shoqe që çdo ditë pinin kafe në buzdetit, edhe rastësisht lindi kjo që unë t'ja propozoja mikeshes time që ndaja idet. Unë në momentin e parë që filluam ta bënim këtë punë, sikur krisi ndryshoi diçka, nuk ishte më ajo mirësia. Idet filluan që të kishin konflikte, idet e mia me të sajën. Në çdo moment që bënim debate të tilla, ishim të dyja që duhet të ndahemi, të mbaroj kjo gjë se po stresohemi. Mendoj se ato 7 muaj që ne kemi zgjatur punën, kanë qenë si 7 vite jetë. Nga dëshpërimi që merja çdo ditë në punë, nga zënkat që kishim, kaloj edhe në shtëpi me partnerin tim. Her pas here kishim debate që filluan të ndikojnë në këtë dashuri shumë të zjarrt dhe shumë të veçantë për mua. Kalova në ankth, çdo natë rija zgjuar, e mendoja, e mirëmendoja, sillja situatën në të gjitha format, vetëm e për vetëm ta shpëtoja këtë gjën. Ta shpëtoje në çfarë kuptimi? Ta shpëtoje brendin, të shpëtoje raportin miqësor, apo të shpëtoje duke u ndarë nga kjo mikesh? Doja të shpëtoje të gjitha në fakt, por që fakti që unë doja të shpëtoje të dyja ishte pamundur. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.